Eliona e dën publiku, ashtu bëlloj sa të bëlloj publiku e dën. Pra jam shumë i sinqert, jam shumë i drejt, kjo e gabim. Për çdo gjuma, unë ju falenderosha Zotit që isha aty. Për çfarë ke shku 3 herë në bolë? Për drogu, pa. Për lëndë kuti. Është respekt, edukat familjare ta dëgjosh dikon deri në fund. E pastaj t'japet hapësira edhe ty. Unë nuk kisha loj, unë isha thjesht vetvetja. Kështu që e vlerësoj shumë sinqeritetin tonë. Kam emisionin tem, kam podcastin tem që quhet Shamat Podcast, por erdhan rrëfimjete u? Jo. Edhe unë këtë ndjesi se kisha provu kur. Kjo intervistë reflekton të shumë njerëz. Por Big Brother jep më mundësi që të njihesh edhe më shumë, të reklamosh më shumë. Vjen e jepet një mesazh sikur familjet nuk e fitojnë. Kështu që me dhënë mesazhin se jena të barabartë, duhet me fitojnë. Me Klodin kanë fjet. A do më paragjykuti mua pse kanë fjet me Klodin? A ndoshta për ata pimbrohen. Por u i vedin këto momente, por u i vedin këto. Ke mendu me fitu diçka, por realisht s'ke fitu asgjë. Edhe më vjen jashtëzakonisht shumë keq për humbi dhe shpatit. Jeni i rrezikuar edhe me jetën. Edhe populli i Kosovës a dënë janë të melloni dashni që janë të më mush për mëna. Ju ftojmë që të bëni pjesë e këtij udhëtimi emocional çdo të shtunë nga ora 19 vetëm në kanalin tonë zyrtar në YouTube Rrëfimjete me Baki Zeqirin. Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se po takohemi edhe në këtë javë në emisionin Rrëfimjete. Edhe sonte do të jemi së bashku në këtë studio duke sjellur tek ju një rrëfim shumë të veçantë dhe një musafir shumë të sinqert. Pothuajse musafirin e njihni të gjithë sepse ai zhvillon tash sa kohë një podcast, Shahmat Podcast, po dihet se për kën është fjala. Gjithashtu eksperjenca e tij e fundit është hyrja në Big Brother VIP Kosova. Do të vijë në këtë studio për të rrëfyer shumë çka për eksperiencën e tij në Big Brother VIP Kosova, koneshe 5 finalistët dhe fituese të këtij Big Brother. Gjithashtu do të rrëfen edhe për jetën e tij personale dhe projekte të shumta të cilat pritet që të filloj në Kosovë. Me ne dhe me ju sonte Najler Piri, qëndroni me ne. Mirëmbrëma Najler dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Rrëfimjete. Përshëndetje Baki, mirë se gjeta, shumë faleminderit për ftesën. Shpresoj se po ndjehesh mirë në këtë studio. Jashtëzakonisht mirë, po më pëlqen shumë ambienti që ke kriju, po më pëlqen shumë në kjo ngrohtësia e studios edhe kameramani gjithashtu, shumë e mirë. Na vjen mirë. Shpresoj që edhe biseda do t'jetë një bisedë pak më ndryshe se që kemi dëgjuar zakonisht intervistat, edhe ndoshta gjatë Big Brother, ndoshta ka edhe diçka që nuk ke fol, shpresoj që gjatë emisionit Rrëfimjete do t'i thuash të gjitha. Të shohim Baki, shohim çfarë ujnash po na futo aty, shohim ku po e sjell bisedën. Besoj që do t'i tregosh ato të mirat edhe të këqijat. Absolutisht. Dhe kjo është një diçka shumë e bukur që më pëlqen kur je vetë që organizon një emision të tillë, një podcast të tillë, sepse në radhë parë nuk ke limitin e kohës. Në radhë parë. Fix. Nuk është si një emision në studio që ti ftum për 15 minuta, edhe ke 20 pyetje me dhënë përgjigje dhe nuk të del koha shumë, me zgjat pak përgjigje, kupton? Besoj se këtu kohën besoj se kemi edhe mund të flasim shumë gjatë. Të kemi pa në Big Brother, ke qenë një person i qetë, një person me një edukatë jashtëzakonshme. Nuk ke hyrë ndoshta edhe shumë debate, përveç se në disa debate të mirë fillta, cila ka qenë loja jote, ka qenë ajo, ke qenë ti vetja, apo ke hyrë me një qëllim tjetër edhe pastaj ke dalë krejt tjetër? Jo, shiko, në radhë parë ky ishte gabimi im, se unë nuk kisha lojë. Kur hin Big Brother, do ta keni parasysh se cili si do me hin Big Brother, ti duhet të kesh një lojë. Unë nuk kisha lojë, unë isha thjesht vetvetja, edhe kjo besoj se është një pijama që më ka penalizuar mua si një banor i Big Brother, ta kupton. Debate nuk i përfshim debate se shumë debatet, si me ta thonë, traçë ka të burr. O të betojmë, janë debate kote, janë debate nga hiqi, debate që ti ndoshta futesh e jepi menim, edhe menimi jot është i sakt,
personi që ti po bën debat, ai vazhdon me majt menimin e vet, jo sepse ka të drejtë, po sepse kështu vendos ai person me lut lojën sepse intereson atij personit, duke majt këtë menim do dalin prime. Edhe ti kur arrin me kuptu këtë gjëna, nuk t'jepet, nuk si ta them, nuk kanë kuptim edhe debatet. Një debat I mirëfillt nuk ka kuptim. Do të thotë vetëm debatet devijume dhe izin prime. Si ka ardhur koha. Kush ka qenë njeri më I zhon shumë aty sa I përket teje, se ke kqyr ti me një sy se ndryshe ne si shikuesi Për dy kush ka. Për mu më duket që Alba është një vajzë që e bën lëmë shtëpinë për shkak se Okej, tash po ta bëjmë ty pyetje. Ajo zhurma Albes, a ka kuptim apo nuk ka? Erdhan rrëfimjetë? Jo, po dume kuptu edhe spektatorin çfarë shef për jashta. Për atë punë po ta bëj ty pyetjet. Ajo zhurma Albes, a ka kuptim apo nuk ka kuptim? Po flas personalisht unë, është një zhurmë shumë e bezdisshme. Sidomos kur të ndëgjohet në televizion, kur dikush flet, unë mendoj që është edukata dëgjoj tjetri. Pavarësisht që e ka të kundërtën me thonë, po është respekt, edukat familjare ta dëgjosh dikon deri në fund. E pastaj t'jepet hapësira edhe ty. Po Alba është aty që nuk jep hapësirë askujt. Po unë edhe një pjesë e ka cituar edhe vet ajo, ka thonë kur ka qenë pyetje nga jashtë, nga publiku, do me thonë që ju kanë shfaq aty në monitor, ka thonë pse nuk I lën banorët me fol, ka thonë se kjo është etika e lojës tëmë, që unë nuk jepi hapësirë askujt. Po, nëse ne si popull po vlerësojmë një gjë të tillë, nuk e di. Ndoshta mbaret edhe pëlqimet e njerëzve, po më duket shumë e zhomshme. Ne si popull. Shumë mirë thënë. Edhe fatkeqësisht ndoshta ajo mundet me shku deri në finale apo ku ta di. Absolutisht se Alba e ka deri në finale. As pa fjalë. Personi më shumë në shtëpi ka kënë Alba, por a ka vlerë zhurma Albes, a nuk ka vlerë për mendimin tim, unë si ish banor them se nuk ka vlerë, por me sa duket për publikun, për shikum, për klikime, për zhurmë, ka vlerë, kështu që Alba shkon deri në finale për këtë arsye. A e penalizon veten që nuk e dit me jep lojë ndoshta një strategji tjetër nëse tu kishe jap mundësia prap mu fut në beg, a kishe qenë si ke qenë më parë apo kishe ndryshu personalitetin? Besoj se do kisha ndryshu, besoj se do kisha ba një lojë. Çika, ti futesh aty me disa personat që janë të unë I pari, unë kur një temë nuk kam pa Big Brother. Unë e di se si funksionon formati Big Brother, e di se çfarë është Big Brother, por që t'jem shikues I Big Brotherit, kur një temë nuk kam pa. Thjesht para se me hin Big, pash disa klipe, disa gjana, se si është Bigu, edhe më ka bë përshtypje disa gjana, ato bashin debate për diçka që nuk kishte kuptim. Edhe kur isha jashtë, thosha pse janë të bë këto debate, nuk ka kuptim debati, dhe nuk e kuptosha. Se po për lan kat. Ama kur hina armën e kuptova se thjesht ti merr pjesë në debat. A ke drejt, a nuk ke drejt, nuk ka rëndësi kjo. Thjesht du të me marr pjesë në debat. Absolutisht se do kisha lujt tjetër, absolutisht se do kisha bë, të paktën do kisha tentuar me bëj lojë. Adin, unë thash nuk kam bë lojë sepse nuk kam rrallë parë nuk jam përballu kur me kamerat. Pavarësisht se unë e kam bë podcastin e kam emisionin tim, e kam podcastin tim që quhet Shamat Podcast, por edhe vetë e kam bë podcastin në këtë formë që po bën ti që ti është your comfortable zone këto, adin, jenë zonën tane. Edhe momentin që u përballova, Alaudini flite, ne nuk e shihshim, ishte presioni I kamerave, presioni I spektatorit, duhet të kitit xhanat, edhe unë këtë ndjesi se kisha provu kur. Ti aty përballohesh kundër Albes për shembull, që Alba ka bë 1-2 emisione të ngjashëm, edhe e din se si funksionon xhanat. Je kundër për shembull Edi që është hera 2 që ka bërë emision, je kundër Hygerta që ka 20 vjet në televizion, je kundër Arditi që ka bërë një format të tillë më përpara, edhe ka 20 vjet që është në skenë, I ka kalu këtë xhana, edhe për mua ishte hera parë që bëj kalosha këto njësit, këto emocionet ishte hera parë që bëj kalosha.
Po Albin e ngjen nga jashtë apo vetëm big aty? Ja, absolutisht nuk e njoh nga jashtë. Kisha një gju se do të hinte Alba, ashtu si besoj se janë bërë shumë para se me vazhdu Big Brother janë dhënë shumë emra në qarkullim se do të kanë me kanë pjesë e Big Brother, ka kanë edhe emri jem. Dhe unë e kisha një gju se do të hinë Alba. Albin thjesht si personazh mund ta njihsha, kupton? Por tamam edhe jam shumë i sinqert, jam shumë i drejtë, kjo e gabimi. Edhe unë nuk dosha, më beso që nuk dosha me hi me pa shumë për Albin, sepse nuk dosha me kryu një përshtypje për të si një person. Vetëm të e pa nga kamera, dosha me e njoft direkt si person, a kupton? Po pastaj, kur u fute atë ballafaqimi me to, si t'u dukt? Keni pas do një debat shumë të nxehtë me Albin? Jo, ditë e para... Apo je shmangë vazhdimisht në për debate? Ditë e para ishte okej, sepse ishim gjithë banorë, se cili për nesh po njifte njëri tjetrin, ja kupton, ditë e para ishte okej. Derisa i pikë që erdhi një pikë që u bë shumë e bezdishme si banore, u bë shumë e bezdishme se nuk kishe mundësi të komunikosh me një banor tjetër, po kanë ndërhymja saj, por ditë e parë ishte okej, derisa e morri atë territorin e vet. Ti the që asnjëherë nuk kom pa Big Brother. Edhe si tërë kjo eksperiencë për më fut në Big Brother, ishte dëshire jotja, e kishe menduar ndonjëherë që do të jesh pjesë e një Big Brother? Shiko, u lidhen shumë bukur gjanet, sepse funit Big Brother është një, si ta them, një reklamim për se cilin prej Një mundësi shumë e mirë për qa hinë banorët në Big Brother. Gjithë banorët që hinë Big Brother janë i njeh dikush, janë të njoftën, sepse quhet Big Brother VIP Kosova, janë njoftën, por Big Brother jep me mundësi që të njifesh edhe më shumë, të reklamosh edhe më shumë. Unë sepse kisha edhe misionin tem, edhe më duk ishte një mundësi shumë e mirë për mua që të reklamoj veten, të reklamoj edhe misionin tem. Do të thotë ke ndje veten VIP? Shiko, derisa më kanë zgjedh po. Normal, absolutisht tonë aty pavarësisht se sa sot ka ardhur bota shumë e shpejtë. Ke vipa që dalin ditë për ditë. Nuk është më viteve 90 që tonë Shqipënia ka pas 15 vipa. Sot Shqipënia ka 5000 vipa, kupton? Absolutisht se një është vip. Edhe në radhë por është privilegj të jesh aty sepse Shqipëni, Kosovë, 7 milion banor bana gjithë bashkë, Shqipëni, Kosovë. Ama në një sezon janë 30 shqiptarë, 30 Shqipënis, 30 Kosovës që hinë nëpër Big Brother. Edhe t'jenë 7 milion banor, t'jenë vetëm 60 për zgjedhën me përjetu këtë do eksperiencët, absolutisht është një privilegj shumë i madh, për mendimin tim. Najler, si ka qenë për ty ftesa në Big Brother, me qenë se ka shumë njerëz që vuajnë për mu fut Big Brother, gjatë kohës gjithmonë më thonë, e njeh dikon mu fut në Big Brother, ka kërkesa që jashtëzakonisht njerëzve për mu fut Big Brother, për ty ndoshta ka qenë një diçka shumë e paprit, ne edhe i ke thonë po. Ka qenë vështirë për mu fut? Ftesa ka qenë shumë okej për me bë një takim me mnjoft nga afër, sepse për shumë shiko, edhe vetë produksioni ose kush do që të zgjell këty, dënë edhe me bë një takim me ty, që nuk të zgjell direkt vetëm do të me kenë ti kush ta thamën ty u përfol që do të hinë Skivi, u përfol. Skivi është një personazh që ti ja bën ftesën, kupton? Po besoj se për shumë personazhe të tjerë është një ftesë që të njihemi nga afër për me të njohur ty si personazh që po flitet për me hinë Big Brother, kupton? Edhe përshtypja parë që ti lën në takimin aty, edhe atër konfirmohet edhe ftesa për Big Brother, kupton? Edhe ishte fiks në momentin e duhur për mua, ishte thashun përveç se fjalë të mira për Big Brotherin, nuk kam absolutisht gjatë keqa, kupton? Si ka qenë nata e parë kur u futën Big Brother edhe ta thirrën emrin për mu futën shpe, cilat kanë qenë emocione, cilat kanë qenë përshtypjet e tua? Nata parë ka qenë shumë e bukur, shumë e thjesht, nuk ka se kisha shumë emocione me fjalë natën e parë, emocionet erdhen u akumuluan me kohën. Se natën e parë unë isha mirë natën e parë, isha krejt
fiksa, kupton, kurse me kohën erdhën u akumuluan emocionet, sepse ndodheja që nuk ka ndodhur në asnjë Big Brother tjetër që u bë nata parë edhe Prime u bë mas 5 ditëve edhe kishim 5 ditë që nuk kishim absolutisht asnjë ndërhyjje nga stafi, nga ishte komplet, ishim krejt banor të lirë me fol me një tjetrin, me komuniku me një tjetrin, edhe gjatë kësaj periudhe u akumuluan emocionet, se nata parë ishte shumë e qetë për mua. Po pastaj kur fillun debatet, ti nuk u ndjeshe mirë, apo nuk e nishe vetëm pjesë të aty në debateve të zhurmshme? Ti futesh bëhesh pjesë e debatit. Bëhesh pjesë e debatit, jepi menim, po kur e shes se nuk po ka kuptim. A din edhe tërhekesh, edhe nuk dan, a di se puna, nuk ke qef o burr edhe me dal nëpër Prime për debate pa lidhje, se nuk me konsens, a kupton. Po nëse nuk bën në debat, jo të mirë fillt nuk del në Prime. Po. Fatkeqësisht kjo është ajo që jepet, a kupton, por funit do të më marr parasysh sepse është një reality show, është një program që do të tregojnë, si ta them, të zgjidhë mirë fjalë që do ta them. Është një reality show që ti do ta bash publikun për vete dhe besoj se publikun t'i bën për vete në bazë emocioneve. Janë dy lloje emocionet, janë emocionet e debatit edhe emocionet e lumturisë që e bën publikun për vete. Por ne si shqiptarë kena pak debatin më shumë se emocion. Gjatë qëndrimit në Big Brother, Po. Ke pas ndonjë hatërmbetje me dikon që edhe pse ke dalë jashtë, domethënë të ka vrarë fjalë që ta ka thonë dikush? Jo, nga asnjë, sepse nuk i merr dhe shumë seriozisht gjana, edhe nga për shembull, nga gjithë banorët që kanë dalë deri tash për shembull, kam marrëdhënie shumë mira me ta, më ka taku me fol, me Geton flas shumë shpesh, me Linden flas, me Sasen, me Ibron, bile absolutisht të mrekullueshëm të dy, me Edin e kam taku, si dikush ka dalë tjetër, si s'po më kujtohet. Fjolla nuk më ka taku, për shembull, Fjolla nuk më ka taku me njoft në Big Brother, kupton? Kurse këto të tjerë, megjithëse jam okay, bien e takova dje apo sot? Sot e takova bien, a kupton? Edhe me gjithë jam okay. Një pikë kafe me bien? Jo, na takoj rastësisht mu taku te klani. Çka mendoni për lidhjet cilat po bëhen Big Brother? Janë lidhje fake apo jo? Cila? Po lidhjet, domethënë, Sasa ka pas një flirtim me kushtrimin. Po. Pastaj tash ka hyrë edhe Limi. Dashni, përsoj përket Sasë dhe kushtrimit, aja, s'ka, nuk ishte lidhje funit, nuk ishte lidhje, Sasa ishte një pëlqendër. E ka përmend gjithkohë se kushtrimi ka pëlqyer shumë si njëri, shumë djalë i mirë, shumë i dashur, shumë edhe kanë pas një kimi shumë të bukur me një tjetrin, kupton. Por ama dhe Sasa po kanë që ka thënë që nuk je për lidhje diçka serioze, kupton. Por ka ca është shumë e bukur. Tjetër, ti përmend Limin. Limi lidhen me Dolçen? Po tash nuk po dihet me kanë me Dolçen, me Albën. Veç me Dolçen ka lidhje Limi, se me Albën nuk ka lidhje Limi. Me Albën debate më shumë. Po. Që ti pyete për lidhje. Po ka edhe nga një herë me raste që përjashton nga një fjalë tëmbël, nuk është edhe nga një herë. Shikoj, je 24 orë, nuk ke ku i shkon. As Alba Limit, as Limi Albës. Një 24 orë që jeni bashk. Edhe ndaj fjala do t'i thuhet, a kupton? Por unë që po e shoh Limi ato kanë shumë mirë, ato kanë ideal shumë i respektueshëm. Ato respektu jashtëzakonisht Albën, ato respektu shumë më shumë se sa duhet për arsye sepse janë kamrat. Se mos me kanë kamrat, s'ishte marrë hiç me të. Ma beso se mos me kanë kamrat, mirupafshim nuk ishte marrë as pak me të, kupton. Por përsoj përket lidhjes Limit me Dolçen, okay, shumë mirë, shumë mirë, shumë të lezetshëm janë. Dolçe është një vajzë shumë vajzë e mirë, shumë pozitive, a din.
Edhe shumë bukur duken bashkë. A mendon që në momentin që del nga Big Brother, gjithçka, çdo debat bjen edhe do të me fillu një raport nga fillimi, me respekt për njëri tjetrin, pavarësisht që aty gjithë futem për një Jo, gol. absolutisht jo. Nëse një banor i kalon kufit me një tjetrin, unë për shembull nëse ti jena bashkë Big Brother, ti i kalon kufit me mua, Po. unë edhe pse dalim jashtë nuk du me pas as shoqënia se gja me ty, se funit i ke kalu kufit, edhe nuk mund të ma justifikosh mu ishte në kuadër të lojës, nëse kalohen kufit. Ama nëse janë debate grasha o burë. Kone shef finalist, në Big, edhe kone shef fitus. Finalist sa emra dhe dhëtë me të përmenë. Si finalist. 5 emra. 5 emra. Klodi, Lundrimi, Eliona, fatkeqësisht Alba edhe Limi. 5 emra. Kurse për këtë fitusit, kam 2 teori. Teoria parë. Shiko, unë do të flasë si me kënë produksion ose si me kënë i fjetë teori conspiracy, se unë i besoj pak këto gjanat. Unë besoj shumë që si mjetë Big Brother duhet me fitu i famën. Nuk ka çështja a meriton ose meriton e famën. Ndoshta edhe nuk e meriton e famën. Por duhet me fitu i famën, sepse e njëjta gjë që ka ndodhur para 2 vjetëve me Big Brother në Shqipëri. Si unë nuk jam dakord se e fitoi Egla, unë besoj se e meriton te Juldeta, por Juldeta u bë kurban sepse vetë produksioni u dote me dhënë famës që me tregu se në Big Brother edhe në qësi e famën fiton, sepse çdo vit të fitu një mashkull, vjene jepet një mesazh si kur famët nuk e fitojnë. A u dënë. Edhe besoj se edhe Big Brother i Kosovës ka ardhur në atë pikë si mjet ne duhet me allon një famës. Jo sepse Edhe pse se meriton, sipas teje. Edhe pse se meriton. Kjo është conspiracy theory. Edhe pse se meriton, ose edhe pse se meriton, po duhet me allon një famës për me bë pak barazi gjinore, pak sepse ka ardhur 2026, mashkull femën do të me kënd barabartë, por si ke me kënd barabartë, nëse çdo Big Brother fiton mashkull e femra se fiton kur si ke me kënd barabartë. Kështu që me dhon mesazhin që jena të barabartë, duhet me fitu i femën. Cila do të jetë ajo femën? Eliona. Eliona. Po Eliona mendon që nuk është të bëj lojë për me fitu një çmim? Eliona e dën publiku. Ashtu bëj lojë sa të bëj lojë publiku e dën. Po derisa don publiku, do të me zgjedh që ato. Kush voton? A voton publiku? Po normal që publiku. Mosu. Publiku e dën. Shiko, një femër duhet me fitu. Publiku e dën Elionën, po publiku voton për Elionën, Eliona e fiton. Atëherë ku është metoda që nuk e meriton? Këtë s'pe kuptoj, derisa publiku e voton. Jo, shiko. Edhe më thash pavarësisht okej, flasim kuadër lojës, sepse ti i pari the që ato bë Eliona. Okej, Klodi me Lundrimi janë të bë maksimumin nga mjesit dhe ndrak, po bëjnë atë lojën, po bëjnë shumë lojë të bukur. Alba me Labinot Regjen janë të bë ato maksimum janë të bën, pavarësisht se ato bëjnë një lojë negative. Por ato maksimumin janë të bë. Në kuadër nëse e flet në kuadër të lojës. Por tash publiku kur ndashni me Elionën duhet me fitu i famën pavarësisht a debat tjetër a meriton ose meriton a debat tjetër, kupton. Por edhe në çfarë se bëhet fjalë për famna e meriton Eliona, për mendimin tim. Nëse bëhet fjalë se fuzin vetëm famna, e meriton Eliona. A do fiton Eliona? Shpresojmë. Po Klodin e Lëndrimin si shet ata dy persona. Me qenë se në prajmin e fundit jam përfol shumë, jam përfol shumë për paragjykimin e tyre seksual, ti si banor që ke qenë mrena, si she ata? Prajmin e fundit nuk e kam pa dhe nuk e di se qa fol për prajmin e fundit ishte bërë mësë ka bosha mram. Nuk e kam pa. Nuk e di që qa ka null me
paragjykime. Është për fol, domethënë për ata dy për shkak se ka një lidhje jashtëzakonisht njëri me tjetrin edhe në farë forme i kam paragjyku për orientimin seksual. Kush i ka paragjyku? Domethënë publiku. Po ata se dinë se si ka paragjyku publiku, atë janë mbrën. Po okej, edhe domethënë produksioni i ka pyet çka po ndodh mes juve për shkak se a sheti normale mes dy meshkujve një afërsi siç e kanë ato dy? Po, janë shumë shok. Çka keqë vëlla, janë shumë shok. Unë i pari natë për natë unë për shembull në krevat unë me Klodin kam fjet. A do me më paragjyku ti mu pse kam fjet me Klodin? A ndoshta për ata pimbrohen. Këto e kuptova që pimbrohen. Kështu që pas të qenë një treshje fantastike dhe ti ke dalë tash kam dhejt atë. E kam fjallën që nuk mund është ti për shembull a janë se si janë nuk e di. Unë besoj që për shembull për Klodin besoj se është drejt. A u dën? Po thjesht për thom, për shkak se çdo herë paragjykohen jashtë, edhe ndoshta të ka raste edhe ty me ndëgju paragjykimet e tyre se tek e fundit është e drejtë e tyre. Po zonë kanë pysh shumë. Është e drejtë e tyre, po thjesht ti ke qenë aty brenda edhe po të pyes ti si shef me çfarë syni ishe. Unë besoj se ata dy janë të dy comfortable në atë që bajnë, u dën edhe janë kaq shumë din me hinë rëll, kaq shumë din me aktru, kaq të lirshëm janë me një tjetrin, sa mund me bërë shumë gjana dhe mos me enal vedin se po më paragjykon publiku se po më paragjykon dikush tjetër. Më kanë bërë shumë pyetje, si po thut, më kanë bërë shumë pyetje edhe gjithmonë ju kam thonë që po nuk shoh ndaj gjë si me thonë shqiptarë që gej nuk shoh aty mbrana. Me thonë shqiptarë që, kupton. Por nuk e di për më shumë, a din. Thjesht janë dy shokë të mirë. Besoj është një përgjigje adekuate me qenë se ke flajt edhe ti me ta. Por u i vedin këto momente. Fix, do të kalojmë te një temë tjetër, me qenë se folëm për Big Brother edhe ndoshta je lodh nga kjo temë si në kafe, si në emisione, si nga bigot që ke dalë. Rrëfimi juaj që ka qenë në Big ka qenë një rrëfim i veçantë. Ke tregu diçka që ke kaluar në jetën tonë edhe nuk ke hezitue për shkak se një rrëfim i sinqert, siç e ke jep ti, reflekton të gjithë persona që ndoshta janë në qatë gjendje edhe me ndryshu jetën e tyre. Po na intereson pak a shumë si ka qenë fëmiria jote edhe si erdhi momenti që ti e lëshove Shkodrën edhe doli jashtë vendit. Përsoj për këtë rrëfimit kam marrë jashtëzakonisht shumë mesazhe pozitive. Besoj se kam marrë shumë më fjalë kur kam dalë jashtë, kur kam pa Instagram, jashtëzakonisht shumë mesazhe pozitive. Ajo që deshta me thonë unë me rrëfimin është që unë isha pjesë e një bote tjetër, por ajo me ngritje, me ulje, vjen një pikë që ti nuk e ke më jetën tonë në kontroll. Nuk e kontrollon ti jetën tonë. Dalim ma vonë të. Kurse puna fëmiris, normale si çdo person tjetër, si jetë Shqipnijet, si është t'i fje jetë, si me ta thonë ty. Ka qenë me sfida? Sfida normale, nuk mune me vazhdu tash me marrë rolin e labit ose të albes me fillu me thonë kam kalu këtë njete, nuk du me fillu adin, se besoj se çdo kush ka ata sfidat e veta, besoj unë, a kupton. Edhe nuk ka se janë sfidat e mia më të zakonshme, më të egzagerume, a kupton. Çfarë sfidat mune me thonë për shembull kur ke shumë persona si puna e Leonës për shembull, që tregoi rrëfimin e saj që 14 vjeç që ka hub nanën, ka hub motrën, a kupton? Ajo është sfidë. A kupton? Ajo është sfidë. Që të përballon Zoti jetat, përballon me diçka. Kurse sfidat e mia janë normale, si çdo kush. Për mik, besoj se si çdo shqiptar që e lën Shqipërinë. Kërkoje një jetë më të mirë. Absolutisht, si çdo shqiptar që e lën Shqipërinë për një ekonomi më të mirë, për një jetë më të mirë, për me mësu. Shiko, në momentin
Kur unë dola për herë të parë jashtë shtetit, unë e kuptova se unë mund me arrit me ballë gjana më të mëdha. Sepse është ai mentaliteti si e rrit, si aty në Shqipëni edhe ti so në Shqipëni thjesht mendon do rritesh, do filloj punë, do baj gru, fëmijë, kaq, nuk kërkon më shumë nga jeta. Por momentin që ti del jashtë, shef se ka i fije mundësi më shumë për jetën, ka janë da gjana që mund t'i arrish me auden është gjatë bukur besoj, edhe i hap syt shumë njerëzve. Është ndryshe, besoj se ndryshe me fol me një person, me një njeri që ka provu kurbetin, e ka provu emigrimin, edhe me një njeri që nuk ka dal kurrë. Është komplet dy të hap botën komplet ndryshe. Ishte edhe bukur edhe e keqe, se mos të lasim tash se edhe jeta është çdo është yin e yang. Çdo e mirë ka një të keqe, çdo e keqe ka një të mirë. Edhe jeta pavarësisht të këqijat, po i ka edhe të mirat e veta. Funit flasim mos të bëjmë si viktima, kupton? I ka edhe të mirat e veta. Por ato të mirat që ka ajo ti sakrifikon shumë, sepse unë e kam thënë edhe aty vjen një kohë që ty të bëhet vesti, nuk mundesh me dalë me makinë pa pasqyrat, pa vjen një kohë që ti nuk të xen gjumi rahat, je gjithmonë në stres, je gjithmonë të prit se kur po ndodhe keqa, edhe je gjithmonë ka raste që pavarësisht se unë kam tregu se kam bë burg, kam bë ta marrim një kohën 2 vjet e gjysmë burg kam bë. Po na intereson kur shkove atje, cili ka qenë qëllimi jot, e kuptojmë që një jetë më të mirë. Me bë lek shumë. Vetëm lek, Si do me ta thonë çfarë dush forme lek? Do me thonë ke mendu me bë lek në mënyrë shumë të shpejtë? Si çdo shqiptar, Nuk kishe fri? Në fillim jo, absolutisht, në fillim jo, se je 20 vjeç, atë nuk ke frikë. Shikoj, deri në momentin që noll te ti mendon se ata gjana vetëm i nollin dikujt tjetër ose i shef nëpër filma. Deri në momentin që të noll ty, nuk e kupton. Po si të ndodhe ty, si u kyqen këto rjedha për herë të parë, edhe cilat ishin sfida që u sfidove për herë të parë, edhe a ishte vështirë për ty kjo gjë? Në qëse ti del jashtë, ti nuk ke drejt, në qëse ti shkon në Angli për shembull, tash ka ndryshu, se kanë kalu 12 vjeta bëna ndryshon ligjet ditë për ditë, por ti në atë kohë për shembull, ti nuk ke drejt me punu, sepse ty duhet një insurance number. Insurance number është numri i sigurisë, që ti duhet me pas atë numër sigurisë. Ti nuk ke drejt me punu. Nëse nuk ke drejt me punu, nëse ke atë numër, nuk e ke atë numër sigur jetë, ti nuk ke drejt me marrë banesë me qerat, ti nuk ke drejt me marrë makinë, me blej makinë, ti nuk ke drejt me siguri makinë. Edhe si do ti bash ti ato gjëra do ti bash me të lekut. Do bash një kartë falso, do blesh një makinë me emër të huaj, do marrësh një banesë me emër të huaj, do i krysh këto gjanat duhen lekë, dhe ajo është një mënyrë që shumë shqiptar shkojnë drejt asaj rrugës, sepse është edhe se nuk munden me punu. Ndryshe, ti ke në Amerikë për shembull, shumë shqiptarë që kanë shku në Amerikë me letra me tana që kanë shku shqiptarët, ata kanë punu, kanë hap restorante, kanë hap shumë gjana, edhe janë shumë okay me jetën e tyre, nuk kanë pas nevojë më marrë me punë pista. Por ama në Angli ty s'ta dhon mundësia me bë letra. Nuk ta dhon mundësia me bë letra, nuk ta dhon mundësia me punu, edhe nëse ty të heken këto mundësi, të hapet një mundësi tjetër, automatikisht ti kalon tek kjo mundësia tjetër. Cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë këtij rrugtimit që ndoshta je një seklet, apo ka pas raste që jeni i rrezikuar edhe me jetën? Unë kam përmend rastin që unë ka taku me net për shembull një koshprenave 12 sate, kam përmend rastin, ka pas raste që na ka taku me raca të huaja, mu kap për punëve, mu ra grup me grup gjana sana. Por një moment që di unë ta thënë që jam mërzit shumë edhe kam një shumë, është një moment që unë isha në Burgauden edhe
normal që shumë i mërzitu, na dhe në flitë që thosha nuk ka ma keq ku kanë me shku punë ma keq se kaq, a kupton? Je i myllën aty men ku kanë me shku punë ma keq se kaq. Aty në një ngatres me një person tjetër, edhe me morën në mu, edhe doshin me më qu në izolim. Edhe më qu në izolim, edhe kur shkova në izolim, imagjino edhe e dhoma burgut, edhe atë e kërkosha. A din se kur më qu në izolim, ishte thjesht një dhomë që nuk kishe absolutisht asgjë. Nuk kishe televizor, nuk e kishe krevati, nuk e kishe, ishte një dras që do të me fjet në drasën, nuk kishe absolutisht, ishte shumë eftoft, shumë pa dritare, shumë pa gjana. Kur rash në atë moment, thash që kur masu anko se edhe e keqja, ashtë gjithmonë ka keq edhe ma keq, kur masu anko. Nuk ma mërë të menje se vite e ko që mu me më bëjt shefi, mu këthy edhe herë në fomën teme, mu këthy me gjithë shefa, kupten. Kjo ishte një moment që sërzisht thash kur masu anko sepse ka herë ka edhe ma keq. E ke cek që 3 herë ke shku në burg. Va. Për çfarë ke shku 3 herë në burg? Për drogu, va. Për lanë narkotike. Për lanë narkotike. Ke shit? Po. Po me përdor? Ja, me përdor. Shka, ko dosht zoti, unë kam, aty për shembull kam pas disa njerëz që ishin më të mëdhenj se unë, kupton, edhe mu më vite zër për shembull në sytë ty në xhanave sana edhe ja. Nuk po për këtë gjë ishin nuk i kam përdorur edhe sepse i shifsha edhe njerëz se si u sjallshin, se si delshin nga vetvetja, në gjoshe shumë historina që shumë persona i ka prisha, kupton, edhe kishe frikë një farë mënyret, ishte edhe respekti ndaj tjerëve që ishte më të mëdhenj se ti, që nuk doshe me ullon një përshtypje të keqe. Edhe kalon e faza, kur bane kalon e faza, nuk je ma 20 vjeç, atër normale për të. Po familja ishin ndjeni për këtë gjë? Taman, nuk ishin ndjeni, absolutisht se taman nuk ishin ndjeni, po gjithmonë edhe familja Dyshojshin. Thjesht nuk pyetëshin shumë pyetje sepse kishin frikë nga përgjigja, si ta thamë ty, nuk okej, si jeni, a jeni mirë, se po ecin punë, a jeni mirë, po, ama nuk, a këtën kur ti e kupton se diça. Ju dërgojshe para? Ju ndihmojshe? Po, absolutisht që ju dërgosha para, ju ndihmosha, edhe unë hala rrije menoj, se në kohën e pandemisë, sikur shumë shqiptar, edhe kam shumë sinqerisht, sikur shumë shqiptar, familje, mos me pas njerëz jashtë shtetit në kohën e pandemisë, nuk e di se si do e kishin kalu. Mund ta kalojnë disa biznesmen që i kanë punë për DZ ose politikanë që i kanë punë për DZ, kalojnë pandeminë dhe s'është problem. Por për një familje që varen nga rroga në rrogë, edhe ti i myll, mren, ju hek punën, ju hek çdo gjë, ato familjet të ardhënat me njënë nuk kanë, shqyqër Zotit që janë emigrantat. Se nuk e di si do e kishin kalu. Absolutisht edhe familja eme nuk e di si do e kishte kalu, po mos isha unë ose antarë tjerë të familjes, po mos ishin në emigrim, nuk e di si do e kishin kalu. Për sa kohë merre me këto gjona? 10 vjet. 10 vjet? 10 vjet. Çka fitove nga gjithë këtyre 10 viteve? Shumë gjalla si gjalla. Kam fitu shumë gjë, kam fitu edhe si gjë. Kam fitu po kërkoj falje, ndoshta shumë pyetje personale po bëj, jo, edhe po unë besoj që kjo intervistë reflekton të shumë njerëz. Edhe unë vjen shumë mirë që ti je shumë i sinqert në rrëfimin tënd, fol shumë haptas, se pavarësisht që nganjëherë mundohem të jem dikush tjetër, por realiteti qëndron dikush tjetër je. Kështu që e vlerësoj shumë sinqeritetin ton, do me thonë 10 vite edhe ke mendu me fitu diçka, por realisht s'ke fitu asgjë. Fiton shumë gjë, edhe nuk, absolutisht. Fiton shumë gjë, nuk fiton asgjë gjë. Thjesht
fiton një eksperiencë tjetës tonë të përballohesh me disa vështirësina të tjetës, ama është çohesh shumë nelt, ama kur bjen komplet bjen poshtë, apo bën edhe bjen edhe minus së poshtë. A ti duhet për çdo rrallë duhet me munu një herë me dal nga ajo që ke ra, apo me dal nga ajo që ke ra. Unë e maj men, unë po di me diftu me shihimet e kjo pjesë, më thu për sinceritet, unë po të regom i sinqert dhe herën e funit që unë jam arrestu. Herën e funit që unë jam arrestu, unë ika policisë, obden. Ika përball ishte një lokal, unë ika, nuk kishin ku me m'kapë, ika. Por, kam pas një moment reflektimi me veten, edhe jam nalë dhe kam thonë që Zot du me talon dorë tane, në qoftë se ti menon që unë duhet të arrestuam, edhe unë duhet të ndryshoj jetën teme, është në dorë tane. Në qoftë se ti menon që unë do të pështoj edhe nga ky moment, unë do të pështoj edhe jam kthy te një lokal aty si e kalova, jam fut lokal, kam porositi pije, jam ul kam pijen, në ato momente më kanë ardhur dhe më kanë arrestuar. Adin, unë kam kanë ikun, po u ktheva edhe thash Zot të dalon dorë tane. Në qoftë se ti menon se kjo është gjaja, sepse ka herë gjona është mirë me i lënë edhe në dorë të Zotit. Edhe në qoftë se ti Zot menon se kjo është gjaja duhen për mua, që më duhet mua në këtë pikë të jetës time, unë jam këtu. Edhe ama beson se për çdo të xhumë ne shkoshim në xhami. Edhe për çdo të xhumë unë ju falenderosha Zotit që isha aty. Sepse thosha kjo do të jetë hera funit që më sheftu, sepse në qoftë se ti Zot do më lesh mua, unë do të vazhdoj të gabaj. Do vazhdoj mos të shkoj gjë, as kërkun mos më shku. Ama, me këtë unë hek në dorë nga kjo gjë edhe vendos që të ndryshoj jetën time. Po, në njëjtën kohë e ndjen seklet, domethënë ke luftu me veten tonë, derisa je shku në xhumë, edhe kur je lidh namaz, domethënë gjithçka tu ka kujtu edhe gjithmonë je lut me reflektu, me ndryshu. Po them unë isha falendërues, isha shumë i lumtur që isha aty. Sepse thosha, ky është një gabim, nuk do vazhdojnë me kënë, edhe isha i lumtur që e disha se kjo nuk do jetë më pjesë e jetës time. Edhe se kjo është ajo. Cili ishte momente që ti vendose mjafun? Kësi thash, unë isha ikon komplet, nuk kishin... So ka qenë vështirë për ty, edhe sa është tani vështirë, të mungon ajo pjesë duke marrë parasysh që ndoshta përfitimet kanë qenë shumë të mëdha për një diçka të vogël, për një punë të vogël, përfitimet kanë qenë të mëdha. Sa mendon, sa je me realitetin që me punue, domethënë me punu 8 orë në ditë, edhe me marrë një rrogë simbolike mujore. A je më i kënaqur tani me vazhdu një jetë, apo siç ke qenë më parë? Realisht. Shiko, ajo është që thash edhe më përpara, absolutisht se ka të mira dhe veta, mos t'jem dyftyrsh, tham se ja po jetat, mos t'jem dyftyrsh, ka të mira dhe veta, sepse por të lull me tru psikologjisht të lull jashtëzakonisht shumë, sepse jetë gjatë gjithë kohës, ashtu që ta thash, jetë gjatë gjithë kohës në vëzhgim, në rujtje, je kur panoll e keqja, pavarësisht se për shembull sa të ka taku, ka raste që ti rrezikon 20 vjet, ka raste që ti rrezikon shumë më shumë, a kupton? Edhe je me fat që i do me kaq ti. Sepse imagjino sikur ti të kapesh një moment tjetër që ke... Po ke mendu këtë gjohë, këtë sfidë? Në ndërtim, baki, në ndërtim. Shive këtu du ba vrap, 5 kilometra, ditë për ditë. Po, këtë vrap, ke fillu masi që ke reflektu?
Apo çdo herë je merr me vrapim, me fitness? Jam marrë, her pas herë jam marrë me fitness, a kupton, jam marrë zakonisht her pas herë me fitness, por ishte një kohë që po dosha kishte i fije si kisha mungesë nga fitnessi edhe po dosha me rregullu pak frymarrjen, jo pe dohon, jo bexhana dhe ishte i periudhë që dersha ditë për ditë tu bë vrap, a kupton. Kur erdhe në Shqipëri, Po, u ktheve, si të lindi ideja për një podcast? kisha 2 vjet të fundit që unë po menosha që të u shkputsha nga jeta që basha dhe me vazhdu, kisha qef me vazhdu kisha qef kamerën, a kupton. Edhe podcasti ishte një metodë që i kisha pa shumë jashtë në Amerikë, sidomos në Amerikë, edhe këtë kisha dëshirë me ba për podcastin, erdha këto, takova disa persona, kur ju shpresha i den ma banen shumë, wow, nuk vjen kushty, nuk njofin, ashtë shumë e shtirë me marrë vipat kërkojnë lekmetar në emision, por absolutisht nuk është e vërtet, unë asnjë për njerëzve, edhe hala sot më pyesin, a i ke pagu? Edhe ma besos që asnjënin për njerëzve nuk i kam pagu me marrë podcast, ka kanë diqa shumë, Gent Pietri ka kanë personazhi i parë që më ka taku me e taku në Tiranë në kategorinë e VIP-it, edhe atër me Albanun, me Shpatin, me Gent Zenelin, Gent Sfugen, Erkan Qerimen, shumë personazhe, edhe jam shumë falendërues gjithëve që më kanë ardhur në emision, a kupton? Por sa kohë ka vazhdu ky podcast? Rreth një vit. Edhe çka shqellohet zakonisht, çfarë tema shqellohen këtë podcast? Vetëm biseda të lira? Shika, unë jam i fije si tip si kam qef me hith pak thellë temave, dhe në disa temat të veçanta, pak conspiracy theory, pak gjana, por më varet edhe nga iftumi, sepse nëse unë e kam ftuar për shembull Erkan Qerimin, normal që kam e fol për sportin e peshngritjes, por disa gjana që unë janë për Erkanin që kam pyetur edhe puna e steroideve, sa merren në sportin, sa merren sport. Jam i caktuar. Se tanë sportistat tonë jena kështu, jena të pastër, nuk marrim asgjë gja. Por mami pa ato të kapin makinën e hedhin këtë tjetër, vëlla, ti tash buk anti buk haun, vëlla, ka morë ti këtë forcë, kupton? E vërtet është. E vërtet. Po tani u futem Big Brother edhe u ndërprej podcastin. Jo, podcastin kam pas ndërprej para se mi në Big Brother. Më taka i fije lviza tola pak janë Tajland, janë Gjermani, janë Francë. Edhe më kanë gati duke fillu sezonin tjetër të Big Brotherit në Shqipëni. Edhe atër u ba ftesa e Big Brotherit edhe unë bile i kam ba dy puntata kam ba para se mi Big Brother. Edhe tash po bam gati të vazhdoj podcastin të në Kosovë. Krishtina City. Kur ke dalë nga Big Brother, ne të shohim këto edhe ke pas të ftuar Shpat Kasapin, edhe ke publiku foto. Po më duket e keni pas shumë mik të mirë? Ata diftej se e kam njohur Shpatin? Kur unë kisha fillu podcastin, kishe shumë pak një ose dy puntata diçka, edhe në një lokal të Lagjës, isha të pi kafe, kisha marri që shkruj zakonisht, marri blok që shkruj, këtë do të ftoj, që do ftoj. Edhe qaj kryt në lokal edhe shaf, më dukte si Shpati, a kuptan, edhe se unë po menosha, këtë do kem të ftumin e ras, a odin e shaf, po duk si Shpati. Edhe shkoj direkt i ulem tavolinë Shpatit, prezentohem, që kemi si e kalove, këne anë, kem në lirë, du më baj këtë podcastin, a odin. Edhe aty unë njofta me Shpatin, por thjesht rasti se ne jetoshim në një lagje, një pallat. A din Shpati sa po kishte ardhur dhaj në Tiranë, ka marrë thënë lirë me jetu këto. Edhe tu kanë se ishim një lagje, një pallat, kafen e pishim për ditë e pishim kafen bashkë.
në palesër shkoshim bashkë, na ka taku me dal gjiro me makinë, me dal me shku me pa neshjen, me dal me shku me hangër. Një personazh jashtëzakonisht shumë pozitiv. Jashtëzakonisht shumë pozitiv. Të betohem, ishim lokale, si ishim të najtë dhe ai vazhdo fillo të knote në lokal. Shumë energji pozitive. Në lirë ble dha, në lirë, djali ma i mirë i Shkodrës je. Pasha zot, në lirë, djali ma i mirë i Shkodrës je. Edhe më vjen jashtëzakonisht shumë keq për humbjen e shpatit. Jashtëzakonisht vjen shumë jashtëzakonisht shumë një personazh shumë pozitiv. Shumë pozitiv. Tashmë pas Vigut ti ke dalë jesh për ngull në Prishtinë. Po, për momentin, po, nuk e di se sa do rri, më janë bë diçka të 10 ditë besoj se më janë bën në Prishtinë. Besoj se do rri gjatë, por sa ama nuk e di. Unë e di që ki shumë plane, shumë ideja, shumë projekte, paraprakisht ti bisedum jashtë emisionit, po nuk do të thë që do t'i flasim këto edhe do t'i publikojmë, se nga njerë gjanat e mira derisa të bëhen nuk është mirë edhe mi thonë se nuk bëhen dot. Do të pas pak bistit të një mërën. Kështu që shpresojmë që krejt ato projekte të shkëlqyeshme të realizohen, edhe shpresojmë që do t'jesh në Kosovë, po të pëlqen Kosova? Shumë po më pëlqen Kosova, jam mirë njohës shumë edhe popullit Kosovës, adën janë të mëlloni dashni që janë të me mush për mrena. Adën janë të mëlloni dashni që po mushin për mrena edhe shohem të si përnejsin edhe me planet. Okej, shpresoj që shumë shpejt do të shohim ndonjë emision televiziv, apo të vazhdon edhe podcastin si që keni, kështu që them që mos e ndërprej, përveç se ndonjë emision edhe ma madhështor, për ndryshe një podcast i shkëlqym, edhe një prezantim i shkëlqym. Kështu që krejt për fund, po të pës, si të dukt emisione dhe podcasti? Ky si bamba? Absolutisht shumë unë tash. Po pres kritika, me qenë se podcasti jëtë është pak më ndryshe. Shika, edhe pse kom pas shumë pyetje, po s'kom desht me të shtinë siklet. Shika, që ta thamë diqa si ku ndryshon ose puna emisionit tanë për shamo. Na këtu, unë e ti këtu kemi diçka si në shumë televizion nuk e kena kohën, se avantajë jonë. Ne mund të bëjmë muhabet bashkë 2 orë, se sa që ti në fund të programit, aja është në dorë tane, adën ti mund të duket arsyeshme nga këto 2 orë, me mledhë me bëjë gjysojt ose 20 minuta, absolutisht, por do të me posë parasysh se edhe robi i duhet pak ko mu hapë. Unë e kam podcastin për shembull që e kam, për këtë arsye, unë nuk pranoj që me bë veti dyti, sepse du vetë me kena që e drejtoj podcastin, du vetë me qunat rjallën, të ftumin ku du me qu vetë në rjallën, edhe i ftumi dën pak ko që mu hap me ty, dën pak ko që me fillu me fol pak muhabete, pak si të thava. Prandaj ne qëndruam javë bashkë edhe për me qenë shumë okej në emision. Absolutisht, unë të falenderoj shumë. Faleminderit ty për kohën, për rrëfimin tuaj të veçantë dhe mbi gjitha për sinqeritetin. Unë të dëshiroj shumë suksese në projektet e tua të shumta, se me të vërtet meriton, jeni djali i shkëlqym. Edhe vazhdo, emocional. Edhe mbik, pavarësisht që je jashtë, po nuk do të thotë që me qëndru aty për mrena edhe mos me qenë vetvetja. Kështu që duhet të jem krenar me veten, ashtu si që jemi, nuk do të me ndryshu nga veten. Jam krenar me veten. Kështu që faleminderit shumë edhe njerë. Bagi shumë. Knatësi që të kisha në emision. Knatësia e jam, gjithashtu.